Rrobat e bardha do të shkëlqejnë nga bardhësia. Hidhni këto 3 përbërës në lavatrice dhe do befasojeni. Tingëllon e pazakont, por është të përdorur prej kohësh. Aspirina mund të përdoret edhe në mënyra të ndryshme siç është edhe pastrimi. Ashtu si e vendosni aspirinën në lavaman, atëherë do të shikoni efekte magjike edhe tek rrobat tuaja. Ky produkt i mahnitshëm mund të zhvendësojë në mënyrë efektive zbardhuesi dhe të gjitha produktet të cilat heqin njollat e forta. Vetëm disa pilula aspirin në larjen e rrobave mund të bëjnë një ndryshim të madh dhe t'i bëjnë rrobat tuaja që të duken gjithashtu më të bardha dhe mbi të gjitha edhe më të shëndetshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Më e mira nga të gjitha, ju do ta mbani buxhetin tuaj të paprekur dhe gjithashtu do të keni edhe rroba më të pastra. Pra, çfarë saktësisht do të bëni për të rivendosur bardhësinë e rrobave tuaja dhe për të hequr njollat në mënyrë më efektive? Në të njëjtën kohë, bëni që lavatriçja juaj të shkëlqejë dhe në të ketë një erë të mrekullueshme në këtë mënyrë të zgjuar. Si të përdorni aspirinën në lavatriçe për të marrë një larje totale të rrobave? Filloni duke tretur 5 tableta aspirin në 300 ml ujë të përziera gjithashtu me 7.5 litra ujë të ngrohtë. Më pas, lagni rrobat tuaja të bardha dhe i përzjeni dhe i lini në ujë gjatë gjithë natës. Në mëngjes, vendosni rrobat në lavatriçe, shtoni edhe disa tableta aspirin dhe filloni gjithashtu të bëni ciklin e plot të larjeve. Ndryshe nga zbardhuesit komercial, kjo metodë zbardhuese është plotësisht e sigurt dhe nuk dëmton rrobat tuaja. Në vend të kësaj do të hiqni papastërtitë dhe njollat e forta në mënyrë më natyrale, dhe rrobat tuaja mbi të gjitha do të qëndrojnë më të bardha dhe pa njolla të verdha. E bardha është ngjyra e verës, pasi përcjell freski, pastërti dhe për më tepër nuk përthith shumë rrezet e diellit, siç bëjnë ngjyrat e tjera. Pluhurat e lehta, linoja, pambuku preferohen më së shumti, por si një medalje me 2 anë, edhe rrobat kanë një defekt. Sidomos ato të bardha bëhen gjithashtu më shumë pis se sa ngjyrat e tjera, dhe kështu ato kërkojnë një vëmendje më të veçantë për të qenë gjithmonë on top. Nëse nuk tregoni kujdesin e duhur për rrobat me ngjyra ose për ato të cilat janë të bardha, ato do të fillojnë të zbehen, të zverdhen dhe të humbasin shkëlqimin e tyre. Prandaj në këtë video do të rendisim disa nga përbërësit më të mirë të cilët mund t'i përdorni në kushte shtëpie, sidomos për rrobat tuaja të bardha, për t'i rikthyer atyre shkëlqimin e munguar dhe mbi të gjitha të kenë bardhësinë e dikurshme. Shtoni lëng limoni në larjen e rrobave me dorë. Duke shtuar një filxhan me lëng limoni në ujin e nxehtë, do të arrini që të keni rroba përsosmërisht të bardha. E mira është t'i lini ashtu për disa orë dhe më pas t'i thani edhe në dritën e diellit. Do ta keni më të lehtë të riktheni ngjyrën e tyre të bardhë. Shtoni uthull modhe në lavatriçe gjatë larjes. Thjesht hidhni një filxhan me uthull të bardhë të distiluar në ciklin e shpëlarjes së rrobave tuaja dhe rrobat e bardha do të shkëlqejnë. Keni kujdes gjithashtu që rrobat të mos i përdorni edhe në mënyrë të dëmshme. Soda e bukës gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe për rrobat tuaja, duke i rikthyer atyre shkëlqimin e munguar dhe mbi të gjitha, duke i dhënë edhe një bardhësi më të bukur. Kjo metodë aplikohet përpara se rrobat të lahen në lavatriçe. Në një legen hidhni ujë mjaftueshëm aq sa për të mbuluar rrobat e bardha dhe shtoni sodë buke, rreth 1 gotë ose në varësi të legenit që keni. I lini rrobat për disa orë dhe më pas bëni një larje si gjithmonë në lavatriçe. Më pas i vendosni ato në diell për t'u tharë dhe për të arritur edhe një zbardhje më natyrale. Provoni që në këto raste të përdorni gjithashtu edhe peroksidin e hidrogjenit. Peroksidi i hidrogjenit ka aftësinë të heqë njollat e ndryshme nga rrobat e bardha si detergjentët agresive të tjera. Shtoni një gotë peroksid hidrogjeni në larjen e fundit të rrobave dhe do të keni gjithashtu një bardhësi mjaft të bukur të tyre. Kjo është një metodë alternative e cila në kushte shtëpie mund t'japë rezultate të duhura edhe për rrobat tuaja plot shkëlqim. Ngjyra e bardhë zakonisht dëbon rrezet e forta të diellit.
dhe preferohet që të vishet më shpesh edhe gjatë stinës së verës. Plurat e lehta të tilla siç janë linoja preferohen më së shumti në këto ngjyra, ndaj edhe ekspertët sugjerojnë larjen e duhur të rrobave të bardha edhe me ndjekjen e këshillave më të mira do të arrini të keni rezultate mjaft cilësore. Rrobat do të duken plot me shkëlqim dhe gjithashtu mund të keni një dukje më të mirë të veshjeve tuaja. Kur bëhet fjala për larjen e rrobave të bardha, ka disa rregulla kyçe të cilat duhet t'i ndiqni me përpikmëri. Në këtë video, sipas Bright Side, do ju njohim me disa sekrete kryesore për largimin e njollave të vështira dhe si të ruani bardhësinë e rrobave tuaja. Kështu, rezultatet që do të keni në fund të procesit të larjes do të jenë vërtet fantastike dhe në fund do t'ju kursej edhe një shumë të mirë të parave. Gjithmonë duhet të ndani rrobat e bardha nga ato me ngjyra. Ndarja e rrobave të bardha nga rrobat e errta është praktike provuar, që ndihmon në parandalimin gjithashtu të njollosjes së tyre. Prandaj, ndarja e tyre jo vetëm që do të ruajë ngjyrën, por edhe shkëlqimin e tyre. Nuk keni nevojë të përdorni gjithashtu edhe ujin e nxehtë. Edhe pse shumë njerëz i lajnë rrobat e bardha në ujë të nxehtë ose të ngrohtë, nuk është e nevojshme, ato nuk janë shumë të ndotura në këto raste dhe mund të përdorni metodat më të mira për të dhënë gjithashtu rezultatet të duhura në larjen e rrobave tuaja. Ndjekja e kësaj praktike do të mbrojë jo vetëm mjedisin, por edhe rrobën tuaj, duke i kthyer kështu shkëlqimin e munguar. Përdorni një zbardhues kur keni njolla. Ndoshta askujt nuk i pëlqen të shtojë edhe një hap shtesë në rutinën e larjes së rrobave, por që do t'jeni të lumtur në fund, do të largoni njollat plotësisht dhe mbi të gjitha do të mbroni rrobat tuaja. Përpara se t'i lani rrobat e njollosura, rekomandohet të aplikoni një zbardhues pluhur. Nëse veshja juaj është tharë para trajtimit, ju gjithashtu mund të përdorni paraprakisht edhe uthullin e mollës ose uthullin e bardhë të vendosur në lavatriçe në mënyrë që të riktheheni kështu edhe procesin më të mirë të larjes së rrobave. Largoni papastërtitë përpara se t'i vendosni rrobat tuaja në lavatriçe. Nëse rrobat tuaja janë tepër të njollosura, përpara se t'i vendosni ato në lavatriçe për t'i larë, i largoni më parë mbetjet e baltës ose dhera të ndryshëm të cilët mund të kenë qëndruar në rrobat tuaja. Nuk duhet t'i vendosni rrobat ashtu siç janë menjëherë, por duhet t'i trajtoni më përpara. Rrobat me baltë ose papastërti të ndryshme duhet të lahen ose të shplahen fillimisht me dorë dhe më pas të vendosen në lavatriçe. Kështu ju do të shmangni papastërtitë që të përhapen në rrobat e tjera, por edhe do të bëni që lavatriçja juaj të mos dëmtohet menjëherë. Peroksidi i hidrogenit gjithashtu mund të jetë një alternativë shumë e çmuar në rastin tuaj. Do t'jap rezultate praktike efektive për të pasur rroba të bardha dhe mbi të gjitha edhe më të shëndetshme. Për rrobat e bardha me njolla, si për shembull me njolla gjaku, mjafton të spërkasni zonën me peroksid hidrogjeni dhe rezultatet që do të keni në fund të procesit të larjes do të jenë fantastike. Kjo është një metodë e mirë alternative për të rikthyer edhe bardhësinë e munguar të rrobave tuaja. Kështu do t'i keni më të lehta edhe pastrimet e tyre dhe mbi të gjitha do të keni një mbrojtje më të mirë të rrobës suaj. Nëse doni të hiqni fondantinën nga rrobat tuaja, mund të ndiqni këtë metodë. Ndonjëherë ndodh që të gjejmë shenja të fondantinës në bluza ose edhe në rrobat e bardha. Së pari, ju duhet të hiqni grimcat e mbetura, pastaj butësisht të fërkoni zonën me një detergjent të lëngshëm për rrobat ose edhe me sapun. Pasi të krijohet mjaftueshëm shkum, shpëlajeni me ujë të ftohtë dhe përsëriteni derisa të hiqet pjesa më e madhe e mbetjes së fondantinës. Është një metodë alternative e cila mund të japë rezultate fantastike, sidomos edhe rastet ku kërkohet një trajtim i shpejtë. Gjithashtu, heqja e njollave të salcave të makaronave mund të bëhet edhe në këtë mënyrë, duke aplikuar një sasi të vogël të detergjentit të lëngshëm ose sapun enësh në zonë, ta filloni ta fërkoni në mënyrë delikate, e shplani me ujë të ftohtë dhe vendosini ta lani rrobën tuaj në lavatriçe si gjithmonë. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të informojnë, të mos zëvendësojnë besimet ose atë që ju bëni vazhdimisht. Informacionet në këtë video kanë vetëm për qëllim informimi.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.